Tensione para kuvendit gjatë protestës së kësaj të enjte. Situata para kuvendit të Shqipërisë u përshkallëzua teksa protestuesit dhe forcat e policisë së shtetit u përfshinë në përplasje të përsëritura pak para nisjes së seancës së fundit plenare të kësaj legjislature. Pas hedhjes së vezëve, domatëve dhe sendeve tjera në drejtim të efektive, policia ndërhyri për shpërndarjen e turmës duke përdorur ujë me presion dhe spraj me piper. Sipas mediave, një efektiv policisë mbeti i lënduar gjatë përplasjeve, më pas u raportua se edhe 2 policë të tjerë pësuan lëndime. Po ashtu një protestues është lënduar nga një gur në kokë dhe u dërguar drejt autoambulancës. Protestuesit, të cilët ishin mbledhur para godinës së parlamentit, arritën të heqnin një pjesë të gardit metalik të vendosur nga policia për sigurimin e perimetrit. Gjatë protestës u dëgjuan thirrje si deputet Frikacak, ju erdhi fundi i parlamentit krimit e të tjera, ndërsa protestuesit kërkuan dorëheqjen e kryeministrit. Protestuesit përpoqen të bllokojnë disa prej akseve kryesore të rrugëve duke mos lejuar kalimin e mjeteve. Policia e shtetit kishte marrë masa të forta sigurie për zhvillimin e seancës plenare, duke rrethuar kuvendin me gardë metalik në një perimetër më të gjerë se në protestat e mëparshme. Në zonë u dislokuan dhe forca të shumta e policie, përfshirë parte Shqiponja, ndërsa pranë parlamentit u vendosën edhe autobot me ujë në gatishmëri në rast të përshkallëzimit të situatës. Për shkak të masave të sigurisë, hyrja në zonën e rrethuar u kufizoi jo vetëm për qytetarë dhe automjetet, por edhe për përfaqësuesit e mediave.